Përshëndetje të dashur teleshikues, po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Kryeministri Edi Rama njoftoi sot se nga 1 janari 2026 paga minimale do të bëhet 500 euro. Rama tha se brenda mandatit do të jetë 700 euro dhe do të pesfishohet rritja e pensioneve. Nga data 1 janar i 2026, paga minimale do të rritet në 500 euro për 307.850 punonjës, njoftoi sot Kryeministri Edi Rama në videomesazhin e publikuar në rrjetet sociale. Kryeministri premtoi se paga minimale do të shkojë deri në 700 euro gjatë mandatit të 4 qeverisës. Rama përmendi edhe rritjen e përvitshme të pensioneve të parashikuar në buxhetin e vitit 2026 që i është çuar parlamentit. Padyshim që pjesën e Luanit në projekt buxhetin 2026, që sapo ka shkuar në parlament, e zën pensionistët, për të cilët e nisin vitin e ardhshëm me 100 milion euro shtesë përveç indeksimit. Në 2027 e dyfishojmë shtesën 200 milion euro plus indeksimi 45 milion euro. Në 2028 e trefishojmë 300 milion euro plus indeksimi 46 milion euro. Në 2029 e 4 fishojmë 400 milion euro plus indeksimi 47 milion euro. Dhe në 2030 e 5 fishojmë 500 milion euro plus indeksimi 48 milion euro. Pra janë rreth 1.7 miliard euro më shumë që pensionistët do të marrin mbrapsht nga investimi i tyre për mandatin ton të 4 qeverisës. Por nga 1 janari 2026 do të rritet dhe paga minimale për 307.850 punonjës, të cilët do të marrin shumën e premtuar 500 euro, e cila do të jetë para, po jo e vetmja rritje e këtij mandati, ku paga minimale do të arrijë 700 euro. Jo vetëm kaq, po siç e kemi premtuar, qeveria do të subvencionojë për një periudhë 9 mujore me 90 milion euro edhe shtesën e kostos së sigurimeve për të punësuarit në sektorin privat. E pra ja kështu, fiks kështu, ky jam unë dhe këta jemi ne. Them dhe themi atë që bëjmë dhe bëjmë atë që themi. Dhe ato 83 mandate që ju na dhat për të qeverisur Shqipërinë në mandatin e 4 dhe për ta ulur në tryezën e Bashkimit Evropian si të barabartë ndër të barabartët, janë 83 arsye më shumë se sa deri dje për të mos fjetur gjumë, për të punuar pa pushim dhe për t'ju kthyer ju me të gjithë pasionin, vullnetin, këmbguljen, durimin dhe dashurinë e mundshme, të gjithë atë që ju na dhat. Një besim të jashtëzakonshëm që është privilegj i jashtëzakonshëm. Siguronte sasi kokaine dhe ndante në doza, me qëllim shitjen në zona të ndryshme të rrethit Lushnjë. Policia arreston 32 vjeçarin. Goditet një tjetër rast i shitjes së lëndëve narkotike të forta në Lushnjë. Siguronte sasi kokaine dhe ndante në doza me qëllim shitjen në zona të ndryshme të rrethit Lushnjë. Arrestohet nga policia 32 vjeçari dhe sekuestrohet lënda narkotike. Sipas njoftimit të policisë, si rezultati i administrimit të shpejtë të informacioneve të siguruara në rrugë operative për një shtetas që shiste lëndë narkotike të forta në doza në zona të ndryshme të rrethit Lushnjë, specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve dhe shërbimet e komisariatit të policisë Lushnjë kapën dhe vunë pranga autorin e dyshuar të kësaj veprimtarie kriminale, shtetasin MZ 32 vjeç, banues në Lushnjë. Gjatë kontrollit fizik, këtij shtetasi u gjet sasi lëndë dyshuar narkotike kokain e ndarë në doza ganti për shitje. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme. Turp QV ishin thirrjet e naftëtarëve të fushës naftëmbajtëse të Patos Marinsës që ju rikthyen protestave para kompanisë Bankers Petroleum. Pas një ndërprerjeje disa ditore të grevës së urisë dhe bojkotit të punës, naftëtarët e fushës naftëmbajtëse të Patos Marinsës ju janë rikthyer sërish protestave para kompanisë Bankers Petroleum.
Me pankarta në duar dhe flamuj, ata kanë kërkuar plotësimin e kërkesave të tyre, dinjitetin e punonjësve, të drejtat e mohuara dhe trajtim të drejtë të barabartë për çdo naftëtar. Kreu i sindikatës Dritan Shau ka pohuar se protesta vjen pas takimeve të zhvilluara me ministren e ekonomisë Delina Ibrahimi e me përfaqësues të Inspektoriatit Shtetëror të Punës, ndërsa ka theksuar se deklaratatë e deritanishme të kompanisë janë shoh për t'i hedhur hisyve opinionit publik. Kemi pas një takim me ministren e ekonomisë, gjithashtu një takim është zhvilluar dhe me drejtuesit e lartë të Inspektoratit të Punës në Tiranë, ku ne kemi ngritur të gjitha shqetësimet tona çfarë kemi konstatuar këtu, si përballë ministrisë ashtu dhe përballë inspektoriatit. Në është thënë nga ministria, nga ministrave dhe nga inspektoriati që do trajtohen të gjitha çështjet në prioritet brenda kornizave ligjore që parashikon ligji. Nesër jemi ftuar në një takim 3 palësh, ku pala shtet do jetë Ministria Inspektoratit të Punës dhe 2 palë të tjera që janë në konflikt, ne dhe shoqëria bankës, për të zhvilluar një diskutim 3 palësh me qëllim arritjen e një marrëveshje. Ne, siç kemi thënë gjithmonë, do të vazhdojmë të kërkojmë atë që na takon. Ne shpresojmë që kompania të reagojë, ka thënë grevisti Dritan Rapushi, pasi në të kundërt nuk do të ndalemi me denoncime. Presim që kompania të ketë reflektuar edhe që të pasqyroj vërtet vlerat që ne kërkojmë, të ketë vlerësuar njerëzit edhe të ketë bërë një kthes 180 gradë nga ajo çfarë ka ofruar deri tani. Ne presim që nesër të paraqitemi të gjithë dinjitoz, kompania nga njëra anë dhe ne nga ana tjetër. Ne këtu jemi për të rritur standardet. Kjo sindikat po kërkon të rrisi standardin e punëtorëve. Të gjithë i bëjmë thirrje të gjithë shqiptarëve të rrisin standardin e tyre. Nuk lihet më në dorë të çdo lloj biznesi të vendosi standardet e veta. Prandaj i bëjmë thirrje ministrisë, kompanive, të gjitha kompanive, jo vetëm bankersit dhe shqiptarëve të bashkohen kësaj proteste. Grevistët protestues kanë shfrytëzuar pushimin e drekës për t'u bashkuar tubimit të sotëm. Naftëtari Nikolina Lushaj ka pohuar se puna në fush vijon normalisht, por meritokracia është një standard që duhet të vendoset. Ty ku punoj unë në degantim trajtimin e naftës, nuk ka vënë në një dukuri kështu jashtë normales, ka qenë puna normalisht. Çfarë po kërkojmë ne këtu? Dinjitet, pak, motivim, qëllim. Në mbështetje të protestuesve, aktivisti Ferdinand Shehaj ka pohuar se ka ardhur koha që të ngrem zërin fuqishëm, pasi edhe vetë politikanët kanë interesa në këtë kompani ndaj e kyçin gojen. Sot kam ardhur të mbështes ish naftëtar, kam ardhur të mbështes të drejtat e naftëtarëve nga një kompani fantazm që akoma nuk i kanë gjetur se kush janë drejtuesit të arrestojnë njerëz jo kryesorët, kurse ata që vërtet e kanë kompaninë janë atje në parlament, heshtin, pra mëkat edhe për këto politikanë të rinj që nuk i mbështesin, këta që pretendojnë se do rrisin mirëqenien ekonomike kur tu është nafta dihet që është mbi 50% buxhetit shtetit. Protesta është shoqëruar me thirrje turp t'juvi, ndërsa e pranishme ka qenë edhe policia. Në konferencën e përbashkët për shtyp të ambasadorit të Bashkimit Evropian Gonzato dhe kryeministrit Rama për raportin e Shqipërisë për zgjerimin e Bashkimit Evropian, Gonzato tha se zgjedhjet e 11 majit ishin konkurruese, por kishte abuzime që çuan në pabarazi. Pas dorëzimit të progres raportit për Shqipërinë nga ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, kryeministri Edi Rama dhe Gonzato kanë mbajtur një konferencë të përbashkët për shtyp. Ambasadori i Bashkimit Evropian Gonzato foli mbi raportin për zgjerimin në Bashkimin Evropian dhe u shpreh se vendi ynë ka progres të dukshëm. Sa i përket zgjedhjeve të 11 majit, ai tha se raporti bazohet në atë të OSBE Odirit, me zgjedhje që ishin konkurruese por që kishte abuzime me burimet publike, të cilat çuan në mungesë të pabarazisë. Më lejoni të them që në përgjithësi, raporti i zgjerimit për Shqipërinë për vitin 2025 është pozitiv. Raporti konfirmon angazhimin e fortë politik të Shqipërisë ndaj synimit strategjik të integrimit në BE si përparësia apo prioriteti kombëtar. Raporti vlerëson dhe nivelin e lartë të dëshirës dhe ambicjes për të ecur përpara negociata që vazhdon të jetë ruetur në një nivel të njëjtë, por gjithashtu kujton se dinamika aktuale duhet të përkthehet në reforma më të shpejta në përputhje me standardet e BE-s. Raporti vëren gjithashtu faktin se Shqipëria ka vazhduar të jetë në përputhje të plotë me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë së BE-s, një sinjal i fortë për rolin strategjik të Shqipërisë si partnere e besueshme në një kontekst gjeopolitik sfidues. Në lidhje me kriteret politike, raporti vlerëson që funksionimi i institucioneve demokratike është sfiduar pjesërisht kryesisht për shkak të dinamikave si polarizimi i thellë politik, nevojës për reformë gjithëpërfshirëse zgjedhore, mosbatimit të disa vendimeve të gjykatës kushtetuese nga parlamenti
mbikëqyrjes së kufizuar parlamentare ndaj ekzekutivit dhe mungesës së konsultimeve domethënëse publike. Sa u përket zgjedhjeve, raporti citon zgjedhjet e misionit vëzhgues të OSBE ODIHR-it, duke theksuar se zgjedhjet ishin konkurruese dhe të administruara në mënyrë profesionale, po u shënjuan nga mangësitë të konsiderueshme përfshirë abuzimin me burimet publike, që çojnë në mungesën e barazisë në garë. Kryeministri Edi Rama theksoi se qeveria e tij ka bërë detyrën si për mbështetësit, ashtu edhe për kundërshtarët, dhe kjo qeveri nuk ikën pa u antarësuar në Bashkimin Evropian. Ajo që ne kemi bërë gjithmonë dhe që do të bëjmë përsëri është që duke marrë të gjithë energjinë e nevojshme nga gjysma plot, të fokusohemi me të gjithë energjinë e nevojshme tek gjysma bosh. Në mënyrë që brenda vitit 2027 ne ta përmbyllim këtë proces dhe në mënyrë që raporti i vitit 2027 të shkruaj rekomandojmë antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ky është objektivi historik, kjo është ambicia jonë dhe jam shumë krenar që tani më askush nuk harron të thotë që Shqipëria është në pararoj të këtij procesi së bashku me Malnezi dhe që më në fund Shqipëria është shembulli pozitiv që ju jepet edhe të tjerëve që duhen të bëjnë pjesë e familjes evropiane. Ambasadori i Bashkimit Evropian Orav në Prishtinë dorëzoi raportin e progresit për Kosovën dhe i kërkoi kryeministrit Albin Kurti të formojë shpejt qeverinë e re. Ambasadori i Bashkimit Evropian Orav në Prishtinë i dorëzoi raportin e progresit për Kosovën kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Orav i kërkoi Kurtit zgjidhjen e ngërçit politik, nga i cili Kosova e humbi një vit dhe krijimi sa më parë të qeverisë së re, në mënyrë që të punohet për zbatimin e rekomandimeve të raportit të progresit. Po e them këtu hapur, për t'ju ndihmuar ju që të bëni përparim në raport me integrimin evropian. Neve na duhen partner, na duhet një qeveri me të cilën do të bashkëpunonim me një shumicë në kuvend. E aftë avancoj liritë themelore në të mirën e popullit të Kosovës. Në këtë drejtim fatkeqësisht ka qenë një vit i humbur. Ambasadori i Bashkimit Evropian Orav kujtoi se vitin e kaluar Kosova ishte e para në agjendën e reformave. Fushat në të cilat Kosova ka bërë përparim konsiderohen funksionimi i gjyqësorit, kapaciteti për t'i bërë ballë presionit në treg, zhvillimet në politikat e punësimit, politikat e ushqimit dhe raportet me jashtë, por ka ende punë për të bërë në luftën kundër korrupsionit. Është urgjente që të miratohet strategjia kundër korrupsionit sipas standardeve të Bashkimit Evropian, e liria e shprehjes duhet të përmirësohet. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.